u bëre ca vite që ke ikur edhe duke sikur i ke harruar, por në fakt realitetin ti e ke lënë është ashtu siç e ke lënë ti, nuk ka ndryshuar asgjë vëllai, vetëm thjesht ica emra, versa emra të tjerë dhe forma, mënyra, veprimi dhe trajtimi është njësoj. Është njësoj. A kush ndikoi për t'i marrë? Po sigurisht kush ndikoi për t'i marrë, se ju mendoni se gjithë të dënuarit e burgut të Peqinit njihnin personalisht Sara Milën apo qoftë edhe platformën e saj politike për të aderuar në Partinë Socialiste apo për të sjellë ndryshime? Padyshim që jo, sepse nuk janë të gjithë të dënuarit apo të paraburgosurit në burgun e Peqinit jenë nga Elbasani, nga Peqini apo nga Qark 560 vota në pak. Ju e thatë pak më përpara që në zonën ku ndodhet burgu 313 ishte drejtori i Partisë Demokratike dhe sa herë që bëheshin zgjedhjet pikërisht në atë zonë fitonte kandidati i Partisë Demokratike me vota bindshëm të thella në brenda burgut dhe që ai kandidat që kandidonte në atë zonë, shkonte kapte drejtorin e burgut dhe drejtori i burgut bënte që të gjithë restoren e mëngjesit, po ta them troc, dhe jepte direktiva se kush do të votonte dhe këtë do të votonte në datën 11 maj të vitit 2025. Dhe që fakti që Sara Mila ndoshta ka lobuar më tepër pikërisht drejtori i burgut të Peqinit dhe padyshim që arriti të marrë edhe 500 kusur vota që morët jo. Ja, kjo është zgjidhja, se nuk ka ndonjë ekuacion tjetër që hyri Sara Mile në burg dhe bëri fushat apo i premtovi të burgosëve liri më të shpejtë, apo i mbushi mendjen që do i shtrojë rrugët, do i sjellë ujin, do i çojnë dritat apo sa të dalin ata nga burgu ti marrë o ti fus në punë. Jo, ja kjo është formula. Kush lobon më shumë te drejtori i burgut, ai arrin që të lobojë edhe te personat e tjerë që vuajnë dënimet apo që janë paraburgosë dhe padyshim votojnë. Që për mua kjo është absolutisht e gabuar dhe që pavarësisht e drejta e votës, pavarësisht e drejta e votës është një nga drejtat themelore të njeriut, në Shqipëri abuzohet në këtë pjesë.